Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Më të rrezikshme në mesin e muslimanëve përmenda që janë ose në shoqërinë muslimane më përcaktuar më saktë është një shtresë e cila njihet si shtresa e hipokritëve të cilët jetojnë me muslimanë, qëndrojnë bashkë me ta, megjithatë ata e shprehin islamin haptazi kurse fshehin kufrin e tyre. Për cilësitë e tyre fola ligjëratën e kaluar dhe i përmenda disa rregulla se si pejgamberi i trajtoi ata. Dikush mund të thotë po mirë, pse pejgamberi nuk i luftoi ata? Dhe pse nuk i dëboi prej shoqërisë islame pasi që ata janë kaq shumë të dëmshëm. Pejgamberi Allahu Azza wa Jall ishte jurt, i butë, edhe ishte njeri me moral të lartë. E dinte mirë pejgamberi Allahu Azza wa Jall se nëse ndodh diçka, padyshim se njerëzit do mendojnë se i ka prek sahabët e tij. Te njerëzit në sytë e tyre nuk ka mundësi që të dallohen njerëzit. Ata i shohin gjithësi muslimanë. Prandaj edhe shpesh i shef edhe statistikat e ndryshme që dalin për shtetet ku jetojnë një pjesë e madhe muslimanëve, se ata janë shumica janë muslimanë. Edhe pse realisht një pjesë e madhe e tyre ka mundësi me të qenë edhe jo fetar. Në sytë e njerëzve normalisht ata duken si muslimanë, për shkak se jetojnë në rrethin e islamit dhe e shfaqin islamin haptazi. Pejgamberi sa nuk dëshironte që njerëzit të mendojnë se pejgamberi Allahu Azza wa Jall po i vret ose po i dëbon muslimanët ose shokët e tij. Jabir ibn Abdullah tha ishim në një prej betejave, beteja ka qenë Beni Mustalaq. Pejgamberi Allahu Azza wa Jall ose në fakt Jabir ibn Abdullah thotë se ndodhi një problem mes një muhaxhiri dhe një prej ensarëve. Muhaxhiri janë ata të cilët kanë ardhur në Mekë kurse ensarët janë banorë të Medinës. Realisht njëri prej muhaxhirëve ka qenë problematik, të na i thonë zavrak. Do të thonë personi i cili është nuk ka mundësi me qëndru me një vend për disa minuta, pa që të rekat që të lëvizat, bëjnë dhe një problem. Edhe shkoni bie në shkel nga prapa njerit prej ensarëve. Ensari zemrot, edhe i thërret ensar polën e vetë, fisjen e vetë, thot, o jo ensar ndim, kur e shep muhaxhiri se ai po kërkon ndim të fisje e tij dhe e dinte që do vije dhe të problemi, atëherë thot, o ju muhaxhir, ndim. Pejgamberi sa kur i dëgjon ata dy se si vepronin, tha çfarë është kjo thirrje fanatizmi në mesin tuaj, thirrje xhahiljeti. Thirrje xhahiljeti qëllimi është se para islamit ata janë marrë me kësaj sene. Edhe normalisht ka dominu fanatizmi fisnor, derisa ka pasur raste ku ata mes tyre kanë luftuar. Ky fanatizëm fatkeqësisht ekziston edhe sot ditëve sot, ku i shef një numër për muslimanëve ende sot dhe madje thirren te fisjet e tyre ose te dikush te populli i tyre ose te dikush që është më i afër, që i përket atyre me qëllim që ta luftojë tjetrin edhe nëse është musliman. E te musliman tradisht nuk duhet me ekzistuar kjo për shkak se te musliman dominon mbi gjitha çështja e islamit edhe imanit. Kur i dëgjoj pejgamberin sa do thotë se çfarë ndodhi, tha çfarë është kjo thirrje e para islamit, i tha njëra shollë një prej muhaxhirëve veproi kështu. Kështu edhe kështu tha pejgamberi sa tha braktisën e këtë për shkak se kjo është një gjë e shëmtuar. Kjo vepër ishte vepër e munafikëve. Ata donin që të shkaktonin trazira. Edhe shfrytzuan këtë çans, këtë mundësi që nëpërmjet fanatizmit fisnor, për shkak se ende ekzistonte ky lloj fanatizmi fisnor, edhe dëshironin që të shkaktojnë probleme, të shkaktojnë kaos mesin e muslimanëve. Kur dëgjoi i biri i Abdullah ibn Ubejt, i cili edhe ai kishte emrin Abdullah, se çfarë bëri, çfarë veproi baba i tij, atëherë shkoi te pejgamberi edhe i tha ja Rasulullah, nëse synon që me largu ose me luftu, të regom unë jam i pari i cili do të shkoj do të veproj atë. E kishte babë. Mirë po megjithatë dinte që është armik i fesë Allahu Azza wa Jall. Armik i pejgamberit Allahu Azza wa Jall. Edhe nuk ka shakon këtë çështje. Ta ja Rasulullah, nëse ai ka vepruar kështu dhe ti e synon kët, unë do shkoj do e kryej i pari, nuk ka nevojë kurkush tjetër. Pejgamberi sa do thotë normalisht nuk pranoi. Pejgamberi sa dëshironte megjithatë ja përfitoi zemrën atij. Çfarë tha Abdullah ibn Ubej kur i dëgjoi këto fjalë? Realisht kur e pa se pejgamberi ndërhyri që mos vije deri te fanatizmi fisnor, tha Abdullah ibn Ubej, tha këta janë bashkuar kundër nesh. Tha kanë me pa ata kur kthehemu në Medinë se si privilegjuari do të largohet atë i cili është më i dom. I privilegjuari kishte për qëllim veten e tij. Nuk e kishte qëllim dikë tjetër, por kishte veten e tij, për shkak se ai mendonte që ai është pris, unë e përmenda ligjëratën e kaluar se ata e kanë pas synim edhe ky ka pas dëshirë që të prisi e Ausit
edhe Khazrejit. Dy fisë më të mëdha Medinë, megjithatë me ardhmën e Pejgamberit kanë ndryshuar çdo plan i tij. Edhe kështu që i ka shpall armiqsi Pejgamberit derisa e pranoi Islamin aptasi, kurse e fshehte kufrin e tij. Edhe kur i shkoi ky lajm Pejgamberit Omeri tha ja Rasulullah. Më lër tha unë të marr tha shkoj që ai ke kokën atij munafikit. Pejgamberi tha leja tha që njerëzit mos të flasin, mos thonë se Muhamedi po i vret shokët e tij, se njerëzit nuk ka mundësi me dallu se cili ka qenë sahabi e cili nuk ka qenë sahabi. Kur e kuptoni biri vet, Abdullah shkon te Pejgamberi e bën atë kërkesë, pejgamberi Allahut azhajali thotë jo. Ne do sillemi me të mirë edhe do ta shoqërojmë me të mirë derisa ajo është në mesin ton. Bile sipas një transmetimi thuhet që biri vet ka shku babës vet edhe i ka thonë ti duhesh patjetër me dal. Nuk mundesh në Medinë ti me u kthy edhe me pretendua që ke pretenduar me gjuhën tënde. Patjetër duhesh me thonë si i privilegjuar është pejgamberi Allahut, kurse ti je i poshtri ose ti je i cili je më i dobti. Përndryshe s'ka mundësi më kthy në Medinë, edhe ashtu ndodhi. Ai e pohoi atë edhe tha se pejgamberi Allahut është ai i privilegjuari, i forti, kurse unë jam ai i dobti. Kjo është arsyeja se pse Pejgamberi nuk i ka luftuar ata për shkak se njerëzit mos mendojnë se po i lufton shokët e tij. Edhe me shpresën ndoshta do i përfitojë zemrat e tyre, do zbutet zemrat e tyre dhe do hyjnë në Islam ashtu siç i ka hije një muslimani. Esenca e trajtimit hipokritëve është se ata trajtohen si musliman. Edhe nuk lejohet që trajtohen si jo musliman. Për shkak se ai i cili e shpreh Islamin edhe e fsheh kufrin, ne gjykojmë sipas jashtëmës së tij. Përderisa ai nuk shpreh diçka e cila i kalon kufit e Islamit, kufit asaj që lejon, atëherë do të ata trajtohen si musliman me lejen e Allahut. Imam Shafiu rahimahullah thoshte se kush e paraqet imanin e tij pas kufrit, ai ka dispozitën e muslimanëve. Realisht ai edhe ka hisën trashëgimi, edhe trashëgon, po dhe trashëgohet, po dhe martohet, edhe fejohet, edhe gjitha rregullat e tjera që kanë bëjnë do thot me Islamin. Andaj një person, nëse ai brendsinë e tij është hipokrit, padyshim që hipokrizia e tij ka për mi shkaktuar atë telashin të armën e tij, sepse hipokrizia e tij fshehet, edhe pse ai paraqet Islamin, po lumturinë nuk ka mundësi për me ndjen në shpirtin e tij. Nuk nënkupton fetaria e jashtme dhe pretendimi i imanit se ai ka brendsinë e tij ka iman, zemra e tij. Këtë e di veç Allahu që ne gjykojmë pas jashtmës. Kështu ka vepruar edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Abdullah ibn Seluli, Abdullah ibn Ibn Ubay ibn Seluli, ai ka qenë që kur ka ndruar jetë i biri vetë ka trashëguar. Realisht muslimani nuk trashëgon për jo muslimanin. Edhe jo muslimani nuk e trashëgon muslimanin. Mirë, po megjithatë në këtë rast Abdullah ibn Ubay kur ka ndruar jetë, i biri i tij e ka trashëguar. I biri i tij ka qenë musliman i mirë. Ka qenë i devotshëm edhe i dalluar me fetarinë e tij. Krahas babës vet, po megjithatë pejgamberi nuk e ka ndaluar që ta trashëgojë pasurinë e tij. Edhe e njëjta ka ndodhur te çështjet e liçov. Janë martu, i kanë bën niçah, edhe plus edhe ata vet kanë trashëguar kur ka vdekur ndonjëri prej të afërmëve të tyre. Do thotë realisht dispozita e tyre është dispozitë e Islamit, edhe ata gjykon si musliman pavarësisht asaj se ata e fshehin kufrin në zemrat e tyre. Unë thash, derisa ata nuk shfaqin diçka që aludon në kufrin e tyre, kufri i qartë që i nxjerr prej Islamit, edhe atëherë ka qenë rregulla me lejen e Allahut. Ndërsa në atë periudhë ata kanë qenë shumë të kujdesshëm, kanë qenë shumë të mençur, e kanë fshehur kufrin e tyre, po megjithatë nuk e kanë shprehur me gjuhën e tyre. Her pas here kur kanë shprehur disa fjalë që kanë aluduar atë, janë betu në Allahun azza wa jalla që nuk e kanë thonë atë, kanë gënjy. Edhe me këtë Allahu azza wa jalla thotë ittakhadhu aymanahum junnatan fasadtu an sabilillah. Tha i kanë marrë, tha, betimet e tyre që janë betu në Allahun, i kanë marrë si mburoj. Kjo ka qenë arsyeja sepse nuk ka mund dikush që të marrë të gjykojë haptazi ata se nuk janë musliman. E kanë fshehur veten e tyre. Krahas disa prej hipokritëve që nganjëherë ditëve të sotit e shprehin haptazi hipokrizinë e tyre. E këtu rregullat normalisht që dallojnë, edhe për këtë arsye pejgamberi i ka trajtuar me urtësi, me butësi dhe ka ashmundu që do ta përfitojë atyre zemrat. Pejgamberi i pranon të arsyetimet e tyre. Kur ata arsyetoheshin edhe betoheshin në Allah se nuk kanë thënë diçka që ka të bëjë me kufrin e tyre në zemër, pejgamberi Allahut i ka arsyetuar edhe i ka pranuar arsyetimet e tyre. Zeid ibn Arqam tha që ishim në një betejë me pejgamberin. Ndërkohë Zeid ibn Arqam radhiyallahu anhu i dëgjon duke fol diçka ata mes vete, fjalë që i kanë thënë fjalë që nuk duhet i thotë një musliman, po i thotë një hipokrit. Edhe i dëgjon ata duke thënë që mos shpenzoni
për ata që janë në mesin e pejgamberit sa qëllimi ishte për mua gjithë, mos shpenzoni derisa të largohen prej Medinës. Kjo është fjalë e rëndë, me fol ashtu për sahabët që ishin muhaxhir, që i praktikishin vendingjet e tyre me qëllim që të vinë edhe ta përkrojnë pejgamberin sa ishte fjalë e rëndë. Edhe tha që ne kur kthehemi në Medinë kanë me pasë i fortë i kapur me largu doptin. Edhe Zeid ibn Erkam shkon e lajmëron pejgamberin sa. Edhe i thotë që ja Rasulullah, e kam dëgju Abdullah ibn Ubay duke folë kështu. Edhe pasi që e thirr pejgamberin sa i thotë, a i ke thonë këto fjalë betot dallon që jo. Thotë jo, nuk i kam thonë këto fjalë. E tash normalisht se është rregull el bayinatu ala mudai wal yamin wala man ankar. Ai i cili pretendon duhet me pro argument, ai i cili mohon, ai duhet me u betu në Allah azza wa jall. E tash mirë, ky betot, tash është problem mos me i besu. Edhe pse pejgamberi Allahut e dinte që janë hipokrit. Mirë po këtë rast i dha përparësi Abdullah ibn Ubay si prisi tyre, njëri i cili kishte autoritet edhe në mesin e njerëzve, që mos ndodhe një problem, që për shkak me largimin e tyre ka mundësi mu largu shumë tjerë, ose me dobimin e tyre ka mundësi mu largu dhe shumë tjerë, pejgamberi i besoi atij edhe përgënjeshtroi Zeid ibn Erkam u mërzit shumë. Për shkak se ai realisht njerë shkoi te xhaxha te migja i vet. Ai nuk e kishte miq, realisht si që tash mi thon dikujt i cili është një pris i një fisi, ishte prisi i Khazrejve, i Khazrejve, edhe është përmend do thot që ka qenë për migjën e vet, ai ka qenë Sa'd ibn Ubade, por ai nuk ka qenë migjë ti. Ka qenë do të pris sikur se tani tash mi thon bac, dikujt shka ku i respektet ose një person i cili e ka një lloj autoriteti në familjen e tyre ose në fisin e tij. Kryesorja, pasi që lemnon edhe përgënjeshton pejgamberin sa i thot Sa'd ibn Ubade, tha po çka desh ti pejgamberin, çka pritet ja dashni me përgënjeshtru edhe me urry. Zeid ibn Erkam tha u mërzita shumë. Që më mërzita, tha se ashtu mi thonë ato fjallë, edhe kam qenë shumë i sinqer, mirë po u prek shumë, edhe u mërzit shumë se thamë në syte për mësem imazhim ra, edhe atëre nuk shkoj pak ko Allah Zogjel zbrita jetë, ku Allah Zogjel realisht e demaskoj Abdullah ibn Ubay dhe ja vërtetoj fjallët Zeid ibn Erkam. Allah Zogjel tha idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Tha kur vin ty o Muhammed munafik, thonë ne dëshmojmë për ty se ti je i dërguari i Allahut. Allahu e di se ti je dërguari i tij. Allahu dëshmon për hipokritët se ata janë gënjeshtor. Deri në fund të ajeteve ku Allah Zogjel tha humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khaza'inu samawati wal ard walakin al munafiquna la yafqahun. Tha ata thonë që mos shpenzoni për ata që gjenden te pejgamberi Allahut azza wajel me qëllim që ata të largohen prej Medinës. Tha Allahut i takojnë thesaret e dunjos, tokës edhe qive, po hipokritët nuk e kuptojnë këtë realitet. Yaquluna la irja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-adl. Ta thonë që ne kur do kthehemi në Medinë, i privilegjuari, i forti do e largojë atë i cili është i dopt. Allahu tha walillahi al-'izzatu wa lirasuli wa lilmu'minin walakin al-munafiqina la ya'lamun. Ta krenaria e plotit takon Allahut dhe dërguari i tij dhe besimtarëve, por hipokritët nuk e dinë këtë realitet. E pejgamberi sa atëre i dërgoi ose i çoi amanet do të thotë Zeid ibn Erkam dhe ja lexuan këto ajete dhe tha se Allah Zogjel ta vërtetoi fjalën tënde o Zeid. Edhe pastaj i thiri pejgamberi Allahut Zogjel. Ata që të kërkojnë falje megjithatë i tundën kokat e tyre dhe nuk pranuan që të kërkojë falje pejgamberi Allahut Zogjel për ta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam suratul Munafiqun e lexonte çdo xumë. Namazin e xumës. Çdo xumë e lexonte suratul Munafiqun për shkak se ata realisht ishin bashkë me muslimanët edhe ishte vendi më i mirë ku ka mundësi për me lexuar këtë sure që i përmenda do thotë më herët. Për shkak se sure që të përbën qortim edhe përbën do thotë gjërat që ka të bëjnë me cilësitë e hipokritëve, me qëllim që ndryshojë zemra e tyre, ndryshojë mendja e tyre. Pejgamberi sa ditën e xumës, si thotë Abdullah ibn Abbas, ditën e xumës, namazin e sabat e ka pas traditë që ta lexojë suratul Sejdë edhe suratul Insan. Suratul Sejdë është pak e gjatë se suratul Insan, e preferohet, nuk është kusht, është prej sunetit, kush do për me lexuar ai i cili është imam,
mëngjes namazin e sabahut të lexoj surën Sejdë dhe surën Al-Insan. Tregon një rast, një person tha për një vetin që kishte shku, tha Medinë, dhe më pyeti, tha hoxha, tha Medinë, tha pi falshin 3 rekate tha sabahit. Tha shumë e gabim, tha si nuk ka mundësi 3 me falat, tamam, njëri mund të ndoshta më ngatrua, më mi fal 3 rekate nuk falat. Tha jo, tha pi falshin të se u kanë ta një bazhana këti, gjumat ligish. Ta u kanën, tha, ka shku në Medinë, tha më tha, diçka shumë interesante, atje pi falshin tha më ndryshe. Tha sabahin, tha 3 rekate. Pa me ndonë, tha shka ka, 3 rekate, shko mundësi ashtë imami ka gabuën, diçka ma, mas atina e në zakonisht ka imama plota, atë reqin vërejtën tu me ndu, ta në më kujtu që, ata e lezojnë surët të Sejdë, ka po Sejdë imami. A i kur ka po Sejdë imami, ka kujtu se e ka falë plus edhe një reqat tepër. E që ata është mira më kujton edhe imami ka nërë me jamësu të thotë gjematit, se kur është pyqe për me po Sejdë. Dhe pësa për sunetit, nuk është obligim, po me gjithat do thotë për me mësu që është mirë, preferot për meron Sejdë gjatë leximit, edhe me lexu ajetet ku ka Sejdë në qëllim që ta mësojnë xhamati që mos të ngatron. Kështu për shkak se ai nuk është i ri, disa vite është e falet. Dhe me vite tëra do thotë ban namaz, me gjithat hera e parë një karo do thotë që e ka pa një çështje tillë. Sidoqoftë, pa mëse se ditën e xumës, për namazin e xumës e ka lexu suratul Xuma dhe suratul Munafiqin. Suratul Xuma është sura e cila përmbante rregulla rreth xumës. Ku Allah subhanahu wa ta'ala ya ladina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fasaw ila dhikrillah, o i besimtar kur thirret ezani për namazin e xumës, nxitoni për me fal namazin e xumës, do thotë që e jeni më shpejt, mos hajni më vonë. Se tani e keni pas zakonisht do thotë shit cili është imam. A pe zot imami më gjatë, a pe fal më gjatë, a pe fal më shkurt. Se nëse më gjatë fle më shumë, nëse më shkurt çohet pak më herët. Allah subhanahu wa ta'ala thotë e jeni sa më përpara xumës. Eja fitoj se vopët, gjithë ato hadithe që kanë ardhur me stimulim për me gjithë besimtarin që sa më herët më çu për me xhumaj i neglizhon gjithë ato. Që se xhumi. Ama realisht është e kundërta. E muslimani duhet me shku sa më shpejt edhe sa më herët xhumon me qëllim që me zon vend edhe me fitu sa më tepër shpërblim. E pastaj thot Allah subhanahu wa ta'ala, do thon pasi që kryet namazi do të shpërndonë në portokë ka thonë që lejohet shitblerja, lejohet do thot rregullat e tjera, po në kohën e xhumos çat kohë kur falet xhumoj nuk lejohet shitblerja. Shitblerja e cila bëhet çat kohë, ajo është do të shitblerja e kot edhe nuk pranohet. Edhe pasuria është haram. Pastaj pamëse me lexon te rekatin e dytë suratul Munafiqun. Suratul Munafiqun e lexonte për shkak se ishte mundësia më e mirë me i zonë munafik në çat rreth. Që s'kishte mundësi se ata mund të shpërndaheshin gjatë namazeve tjera. Mirë po, në ditën e xhumo vishin gjithë aty. Ishte mundësia më e fortë. Pamëse me lexonte suratul Munafiqun me qëllim që munafiqta dëgjojnë atë që Allah subhanahu wa ta'ala ka përmend për ta dhe rreth tyre. Pavarësisht e pamëse se ishte i butë me Abdullah ibn Ubejin, me gjithat kishte periudhë, ishte një kohë ku pamëse se e ndryshoi qasjen edhe retorikën me ta. Ishte një periudhë ku e preku pamëse nderin e tij, në familjen e tij. Abdullah ibn Ubej mundohej me gjitha mundësitë e tij që të shkaktonte kaos edhe çrregullime në shoqërinë islame. U mundua herën e parë me fanatizmin fisnor, nuk i heci. Tash mundohet herën e parë, shumë mundua me largimin e ushtrisë, 1/3 që i largoi prej Nuhut, 300 ushtar. Herën e dytë me fanatizëm fisnor. Herën e tretë tash e provoi diku tjetër. E provoi ku pamëse se me preku në zemrën e tij, e akuzoi nderin e tij, e akuzoi tek gruaja e tij. E pamëse se bani somr. Megjithatë do thotë, megjithatë ishte durimtar. E akuzoi nder gruan e tij, Aisha radhiyallahu anha, gruan që ishte e ndershme. Prindi i tij ishte i ndershëm, familja e saj ishte e ndershme, po edhe akuzuan me një burr që tha ishte i ndershëm. Shkonte Abdullah ibn Ubej edhe i nxiste edhe qerë që të bisedojnë edhe të flasin edhe deri Aishës. Edhe mundoi që t'i binde gjithë ata se Aisha e ka prekin nder pejgamberin Allahu xhel. Pejgamberi më mërzit shumë, Aisha më mërzit shumë. Mendjeletët filluan që ta ndjekin Abdullah ibn Ubej. Te çështja e zinos është çështje e ndjeshme. Nuk lejohet që të preket deri dikujt ashtu. Për shkak se dikush pretendon ose supozon ose dyshon, nuk do thotë që personi e ka drejt. Për shkak se ndalohet që të preket deri dikujt në atë formë. Me dyshime, me supozime, me mendime, nuk shkon. Sa shmpyqje deri dikujt, duhet me pas argument qartë sipas rregullave të fesë që Allah subhanahu edhe pejgamberi i tij e kanë përcaktuar atë rregull ose e kanë rregulluar atë kriter. Përndryshe nuk lejohet dhe ai i cili akuzon ai merr dënimin e tij.
Sepse realisht është akuzë shumë e rëndë, ta prekësh diken në derë, është çështje shumë e rrezikshme, e pamësem u mërzit të imosje, me gjithat Allah Zogjel edhe këtë rast e mbrojtje dhe e damaskoj Abdullah ibn Ubejn, po pamësem e ndryshoi retorikën e tij. Edhe derisa një ditë prej ditëve pasi që muslimanët u prekën edhe u ngjen shumë keq pamësem hipin minber, edhe kërkoi përkrahje prej sahabëve. Edhe tha, kush prej juve përkra edhe mbështet kundër një personi i cili ma ka prek në derin tim. Kundër një personi i cili ma ka prek derin tim, tha, pasha Allahun, tha, nuk di, tha, përveç se të mirën për familjen time. Edhe nuk e di veç se të mirën për atë burr i cili është akuzuar në derin e tij. Për atë burr që e patëm pas akuzuar, do thotë se ka prek derin e pejgamberit sem, tha, vallahi, tha, njeri nuk ka në shtëpinë time përveç se në prezencën time të s'ka pas shansë që t'inje vetë, ashtu si që kanë pretenduar ata. Unë ngrit Sa'd ibn Mu'adh, tha, ja Rasulullah, pasha Allahun, tha, ne, tha, përkrahim, nëse është prej Ausit, prej fisit ti, ne, tha, e krymë çështjen me te. Nëse është prej Khazrejit, edhe ne kërkojmë prej vëllezërve tonë, që edhe ata të morin mosa, edhe ta kryjnë këtë çështje, atëherë ngritet Sa'd ibn Ubade. Sa'd ibn Ubade ka qenë prisi Khazrejve, mirë po, shikoni atë reagimin e fanatizmit fisnor. Është problem kur dikush të prek, mirë po je përparsi fisit, je përparsi të thotë rrethit, je përparsi shoqërisë, përpara drejtësisë. U ngrit Sa'd ibn Ubade, tha, nuk ka mundësi, tha, ashtu për me ndodh. Edhe do thotë këtë orë puna deri te belaja, për shkak se ashtu me ndodh, është problem. U ngrit vet Usaid ibn Khudair, i cili ishte fisit Khazraj. Tha, jo vallahi, tha, nuk ka mundësi ti me gjyku ashtu, për shkak se urdhi pejgamberit sa është mbi çdo urdhër tjetër. Edhe ke puna to deri te zënka mes tyre, deri te rrahja mes tyre, deri te lufta mes tyre. Pejgamberi ishin minber, edhe zbriti i qetçoi derisa u qetçuan, dhe pastaj nuk folën heshtja dhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thotë që ata mundoheshin munafik në vazhdimsi që me nxit fitnë në mesin e muslimanëve, që ti dëmtojnë edhe ti përçojnë safat e tyre. Njëjtën punë kanë edhe sot. Njëjtën punë. Andaj i shef do thotë shumë prej akuzave që vinë, dhe shumë prej fitneve që vinë, fatkeqësisht janë prej atyre të cilët mundojnë që ti përçojnë safat e muslimanëve, edhe ti lëndojnë ata në zemrat e tyre dhe të përçojnë. E çdo përçarje e tyre nuk kupton dobësi edhe fuqi për palën ose për armikun e tyre. Pejgamberi kur u përgatit për me shku betejën e Tebukut, pejgamberi Allahu azza wa jall kërkoi prej muslimanëve që të dalin, mirë po disa prej tyre u arsyetuan me arsyetume të ndryshme. Unë fola për rastin e Ka'b ibn Malik, ligjëratat e kaluara. Kanë qenë 80 ca që nuk kanë prezantuar, nuk kanë dalë. Mesin e tyre kanë qenë 3 që janë paraqitur më sinqertit. Ka pas prej tyre hipokrit. Mirë po pejgamberi secilit ja ka pranuar arsyetumin. Ka gjykuar mbas jashtës, ashtu siç ata kanë thënë, ashtu ka vepruar. Allah zogjët më vonë do ta qortoj, do ta shohim inshallah më vonë. Për këtë veprim që ka vepruar pejgamberi, e ka ditë pejgamberi Allahu që janë hipokrit. Megjithatë pejgamberi e ka pranuar arsyetumin e tyre. Ka qenë kohë e nxehtë vao. Pejgamberi ka shpalos atë rrugtimin e tij, se si do hecë, dhe si do veprojnë, dhe ku do shkojë ushtria, dhe çka do ndodhë, e kanë parë rrezikun. Ka qenë periudhë ku frytet kanë filluar, do thotë që të pjekën. Ka pas hije, kanë dashur me qëndru, do thotë ku ka pas rahati që ci, pse me dal në parat nxehtë, pse me marr gjithë atë rrugë, pse me sakrifiku, për shka? Ata realisht s'kan i mon zemrat e tyre, për kanë me luftu. Pse me vdek? Ata i kanë dhënë përparësi dunjos përpara ahiretit. Tam kanë qëndruar pejgamberi i ka leju, nuk u ka problem. Mesin e tyre ka qenë Abdullah ibn Ubej ibn Selul, edhe Xhet ibn Kais. Edhe një pjesë e tyre kanë shku. Një pjesë e vogël kanë shku me pejgamberin. Këta tjerë kanë thonë, la tanfiru fil har. Kanë thonë, pse po shkoni? Është nxehtë. Allah subhanahu wa demaskoi, tha, wa qalu la tanfiru fil har, kul naru jahannam ashaddu haran law kanu ya'lamun. Një grup, një palë munafikëve i tha palës tjetër, tha, mos dini se është nxehtë. Allahu tha, po nxehti i xhenemit është më i madh, sikur ata ta dinin. Falyadhaku qalilan wa yabku kathiran. Tha, qeshin tash sa të munden dunjo, po do të vijet dita në ahiret ku ata do të qojnë shumë, jazaan bima kanu yaksibun, si shpërblim për atë që kanë fitu. Allah subhanahu wa taala, "Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk", tash po të kishte qenë çështja për diçka e dunjos,
që ata e donin dhe kishte interes dhe udhëtimi kishte qenë i shkurtër, ata do të vinin pas te Omanit, pavarësisht se çka do ndodhte me ta. Po interesi i dunjos, pasuri, udhëtimi i shkurt, pse jo? Tash është shansën, tha Allahu subhanahu ata do të ndiqin, walakin baudet alehim shukka. Po në këtë rast për ta ishte e vështirë, ishte e rëndë, tha wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum. Ata kanë më betuar në Allahun se sikur kishin pas mundësi me dal ja Rasulullah, do kishin dal me ty, yuhlikuna anfusahum. Ata e shkatrojnë veten e tyre me betimet e rreshme që i bëjnë, me gënjeshtër, me qëndrimin e tyre që e bëjnë, edhe nuk dalin, që kanë qëndruar në Medinë, s'kan dalë Tebuk, wallahu ya'lamu innahum lakathibun. Allahu di që ata janë gënjeshtar. Allahu subhanahu këtë rast e qorton pejgamberin sa sepse i pranoi arsyetimet e tyre ashtu, po më e mira do ishte me dhon urdhër krejt me dal që tilten sheshë, cili është i sinqert, cili nuk është i sinqert. Se ata këmbgulin me qëndru Medinë, ata nuk dolin për me dal. Me pas këmbgul pejgamberin sa ata do kishin qëndru, edhe kishin për me thy urdhin e pejgamberin sa Allahu tha, afa Allahu ank lima adhinta lahum. Allahu ta fali ty shkaku i asaj që ti i arsyetove ata, hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu. Ishte kon mirë që ti me pason urdhër që pa që të kanë me dal, me qëllim që ata ta shprehnin atë që e kanë në zemrat e tyre. Ai që ishte i sinqert do vinte me ty, ai cili nuk ishte i sinqert, atëre do shfaqej, do dilten pa gënjeshtra e tij. Megjithatë, munafik tash një pjesë shkuan me ta, edhe që dëshiruan që t'i bëjnë komplot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk kishte mundësi që qëndrojnë rahat. Rrugës duke u kthej prej Tebukut. Ata vendosën t'ia bëjnë një komplot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dëshirojnë që ta mbyshin. Edhe si thot Tufejl ose Ebu Tufejl, tha kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kthyn prej Tebukut, prej luftës, do thot, edhe pse rash nuk ndodhi betejë, thiri një thers. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha dikujt që thire edhe që thot atyre se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do e morë këtë rrugë, askush tjetër jashtë atij mos të vijë në këtë rrugë. Dietar thonë që qëllimi i tij ka qenë që realisht dalin shesh ata hipokritët që kanë qenë me ta. Edhe ashtu ndodhi kur e kuptuan ata se do shkojë vetë pejgamberi, atëre e bën një komplot, edhe dëshiruan që të marrin ta sulmojnë pejgamberin edhe ta vrojnë edhe ta mbysin atë në atë rrugicë malore kur ishte kur ishte natë. Me pejgamberin ishte Amari, i cili ishte përpara, Hudhaifa ishte mbas tij. Rrugës duke ecë vinë diku 15 persona, të cilat i dalin përpara me devat e tyre dhe e kishin të mbuluar fytyrën e tyre. Në ato momente, Amari kur i shef, atëre fillon që t'i bie deve fytyrave të tyre. Fytyrave devave, edhe atëre deva do thot tundi largohet, do thot i tundin kokat e tyre, edhe do thot nuk din ka që janë bojnë edhe largohet. Hudhaifa dëshiron që shkojë të ndihmojë Amarit, pejgamberi thotë, "Nalo, mjafton me kaç, zbrat pejgamberi edhe i thotë Omar, ai po ve kush ishin ata?" Tha ja Rasulullah, i posh devat edhe pamjet e tyre, por nuk i posh ata për shkak se kishin fytyrat e tyre, kishin të mbuluara. I tha Omar, "A e di pse kanë ardhur ata?" I tha Allahu dhe pejgamberi i tij e din. Tha Omar, "Ata kanë pas një qëllim, synimi i tyre ka qenë që ta luftojnë pejgamberin e Allahut edhe ta vrasin sonte, ta mbysin." Edhe atëherë do thotë ishte bela e madhe se me sulmu pejgamberi sa nuk kupton që ajo është armiqësi. Pejgamberi sa për atyre 15-ve që dyshoi 3 prej tyre e pranoi arsyetimin. E pranoi arsyetimin për shkak se ato arsyetuan dhe thamë që nuk e kemi dëgjuar athisin i cili ka thirr dhe ka thonë që mos shkojnë në për atë rrugë, ka shku pejgamberi i Allahut azza wa jall. Ka shku, po 12 prej tyre ata mbetën, si thot vet Ammari, ata mbetën në luftë me Allahun dhe pejgamberin e tij. Allah thot wa hammu bima lam yanalu. Ata u munduan, u orvatën ta sulmojnë, ta vrojnë pejgamberin e Allahut, por nuk e arritën këtë sepse Allah azza wa jall e mbroi atë. Pejgamberi këta kriminal i kërstoi ashpër. Me një hadith pejgamberi si thot Hudhaifa radhiyallahu anhu, tha në ummetin tim janë 12 hipokrit, në një transmetim tjetër është në mesin e sahabëve, për shkak se të njerëzit ishin krejt sahabe, nuk kishte mundësi për me i dallu. Tha në ummetin tim ta janë 12 munafik, nuk do hyjnë në xhennet, edhe nuk do nuhasin edhe erën e xhennetit, derisa devja të hyjë në zbrastirën e gjelparës. A ka mundësi një deve e madhe 200 kg, 500 kg ose 1 ton sa i ka, me hyjë me një gjelparë e cila e ki pa vrimën e gjelparës që është? A ka mundësi me i? Kur? Qashë do thot, ata kanë për me ndje ose për me nuhat erën e xhennetit të Allahut azza wa jall.
Dhe 8 prej tyre do goditen me një smundje, një lloj murtaje. Ajo murtaje është një lloj inflamacioni me zjarr, e cila do t'i prekin në shpatullat e tyre, e cila është një lloj plagë ku do t'u shkaktohet atyre dhe do t'i prekin gjokset e tyre. Ta ashtu ndodh. Nuk ka mundësi që fjala e pejgamberit që të refuzohet. Këta persona ashtu edhe ndodhin me ta. Po ishte problemi se kush ishin ata, nuk i njifte askush, përveç pejgamberit Allahut azza wa jall. Mirë po këtë fshehësi ja tregoi Hudhaifës. Hudhaifët ibn al-Yaman, ai dinte se kush janë ata. Kush janë ata? Sahabët e dinin që Hudhaifja e di, kërkonin prej tij që t'i lajmëroj, nuk i lajmëronte. Ishte besatim që e kishte bazon pejgamberi. 12 e dinte. A dinte më shumë? Dietar thonë jo. Për shkak se disa kanë pretenduar që Hudhaifja ka ditë më shumë se 12 munafik, por realisht ata thonë që Hudhaifja nuk i ka njohur krejt munafik, po i ka njohur ata 12 që pejgamberi i ka lajmëruar për ta. E Omeri pas vdekjes pejgamberit sallallahu e gjeti një metodë, për shkak se donte me ditë sa është prej tyre apo jo. E gjeti një metodë si me zbulu. Kur e shete që ndronte jetë dikush, e Hudhaifja nuk ja falte namazin, e dinte që është hipokrit. Shka bante Omeri? Omeri kur vdiste dikush shkonte e merrte përdore Hudhaifën. Donte me çu për te xhenozën. Kur Hudhaifja vinte me ta, shkonte edhe Omeri ja falte xhenozën. Kur Hudhaifja nuk vinte me ta, as Omeri nuk shkonte me ta. Edhe nuk ja falte xhenozën. Kjo ishte metoda që mundoi Omeri ta zbulonte se kush është realisht prej hipokritëve. Ata përfundojnë me këtë pikën e fundit, përse përket kësaj betejë. Ata hipokritët gjatë kësaj betejë do të i thanë disa fjalë që normalisht shkaktuan trazira në mesin e sahabëve. Abdullah ibn Omeri transmeton edhe thonë që në betejën e Tebukut, njëri prej burrave që ishin prezent, tha një ditë prej ditëve, tha nuk kam pasi këto afëzlar tanë që shumë lakmojnë për me hangër. Edhe gjuhët e tyre kanë gënjeshtare dhe janë shumë frigacak për me takuar mikun. Fjalë që mund t'i thotë vetëm si një hipokrit. Edhe deshën për me shku me lemru për mesem Allah Zogjel e lemroi para prakisht më herët. Edhe çka ndodhi? Ndodhi do thotë që Abdullah ibn Omeri thotë e pash atë burrin i cili i tha këto fjalë. E pash se si ishte i varur pas devës pejgamberit. Edhe gurët e tokës i apreknin këmbët e tij, do thotë zhak. Edhe thoshte ja Rasulullah, nuk kemi pas për qëllim diçka tjetër, thjesht arktim. Thjesht arktim. Ta kalojmë kohën, ta arktohemi e pejgamberi thoshte ati e billahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahziun ama Allah me pejgamberin e tij e me besimtarët ju po tollni. Këto ishin fjalët e pejgamberit, ja përsëriste në vazhdimsi. Që ai të kuptojë se fjalitë e tij kanë qenë fjalë kufri. E ky person i cili e bënte këtë ose e veproi këtë realisht ai e shprehu që atje kishte në zemrën e tij. Dikush thotë po mirë, nuk ka pas diçka synim të keq. Ka dashur me thonë që këta vëllezër të xhallar po një shumë apo se ata natë në xhallar po një shumë, po nuk ka ashtu. Nuk është qëllimi aty. Qëllimi i tyre ka qenë thjesht tallë me fenë Allahut. Nuk ka mundësi me u tallë me fenë Allahut vetëm një hipokrit, një munafik. Sepse realisht Islami është fe e cila bazohet mbi madhështimin e Allahut azza wa jalla dhe madhështimin e ritjeve të Allahut. Kur poshtrohet ritja e Allahut edhe kur poshtrohet feja e Allahut atëherë bie, më nuk mbetet më do thotë realisht fe. E këtë nuk ka mundësi me vë vesh hipokriti. Nuk ka mundësi me vë një besimtar i cili apo frikën Allahut azza wa jalla. Said ibn Jubejri thoshte, i thash Ibn Abbasit për surët e Tobe, Ibn Abbasi thoshte surët e Tobe, surja e demaskimit, sepse surët e Tobe i ka demasku hipokrit. Tha shpesher zbriste wa minhum dhe prej atyre do thotë gjitha këto që i ka përmend Allahu, i ka përmend një pjesë të madhe për atyre surët e Tobe ku Allahu subhanahu i ka demasku hipokritat, intrigat e tyre, dinakrit e tyre, mashtrimet e tyre dhe gjitha ato përpjekjet e tyre që i kanë pas kundër Islamit, muslimanëve edhe ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për sot për krim me kaq inshallah me lenin Allahu xhelal ta shohim ligjëratën ashme se çfarë politike kanë gjek pejgamberi do thotë kundrejt hipokritëve çka ka vepruar realisht dhe si ka trajtuar ata më vonë. Inshallah kjo do mbetet për ligjëratën e ardhshme. Lutem Allahun subhanehu që Allahu të na mëshiron, na ruaj nga hipokrizia edhe të na mbrojë imanin ton nga çdo gjë e cila e prish atë ku quli qawli Allahu astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.